Flamurtari U18 në volejboll për femra siguron kalimin në fazën finale të kampionatit kombëtar. Ekipi vlonjat ka fituar në shifrat 3-0 përballë Korça Volej në një ndeshje të luajtur këtë të shtunë në Pallatin e Sportit në qytetin e Vlorës. Flamurtari ka dominuar të 3 setet e ndeshjes duke regjistruar shifrat 25-9, 25-15 dhe 25-11, duke mos e vënë asnjëherë në dyshim fitoren. Një ndeshje dhe një rezultat që tregon se synimet për këtë sezon janë të shkojë sa më gjatë për ekipin e Flamurtarit në kampionatin e U18 të volejbollit për femra. Pas takimit, trajneri i Flamurtarit Shpëtim Abedini ka konfirmuar rëndësinë fitore së kësaj të shtune, por edhe synimet që ka ekipi për mëtej. Tu me ndeshjen e zhvilluar sot me Korça Volej, me rezultatin 3-0, blindua vendi i tretë dhe për kalimin në gjysmëfinale. Ne vim pas një aktiviteti 2 javor me moshat U16, ku përsëri ekipi Flamurtarit me U16 kaloi në gjysmëfinale, që na presin në muajin prill të 2025. Me U18 është Skënderbeu, Apolonia, Flamurtari, Dinamo, Vllaznia, Tirana dhe mos gaboj Club Albani. Qëllimi është vemi kaq, jo më shumë. Po vetëm më shumë është akoma më mirë. Po është objektivi kapur deri në kaçë me U18, jo pse edhe më shumë, edhe për finale, po që me këmbë në tokë jemi deri në kaçë. Faza finale e kampionatit U18 për volejboll femra veç Flamurtarit ka përcaktuar dhe skuadrat e tjera, ndërsa takimet do të luhen me sistemin vajtje-ardhje.